problemi çdo lloj të themi indikatori që sinjalizon rritjet e çmimeve. Nuk e filluar nga rritja e numrit turistë që do të thotë që ti s'ke ndjekur një strategji të caktuar që ta përballojë dhe popullata. Domethënë nuk e shpërndar atë që po thonë, nuk e ke shpërndar të themi të ardhur nga turizmi nga gjithë zinxhirin e ekonomisë. Mosulja e çmimit të naftës. Modeli ekonomik që ti ke vendosur të zhvillosh vendin, të gjitha kanë një të përbashkët, është qeveria. Është e vetmi arsye sot që çmimet janë të papërballueshme dhe është e vetmi arsye që të gjitha familjet shqiptare, të themi dhe ato me të ardhurën mbi mesatare, sot po ndjejnë vështirësi për të mbushur atë shportën në supermarket. Dhe kjo është një situatë që duhet marrë fund dhe kjo është një situatë që duhet me patjetër të ketë një zhvillim pozitiv në favor të qytetarëve. Dhe jo më kot protestat janë të domosdoshme dhe sot jo vetëm nga partitë politike, por nga çdo qytetar. Në çdo moment një protestë është e nevojshme pasi po shkojmë drejt një krize të re, e cila do të thellojë e ndekun mes 10 vetave dhe gjithë pjesës tjerë të popullsisë. Pse ndodh kjo që kur krahasojmë dhe shohim që gjithë qeveritë e tjera marrin masa në këtë situatë, kurse këtu është shumë më e qetë qeveria? Se ka dhe dallim tani që qeveritë e vendeve të tjera janë nuk u pëlqen t'i kenë të pakënaqur qytetarët, sepse u vjen mbrapsht pakënaqësia, kurse këtu qytetarët si pakënaqur dhe qeveria prap i merr votat, merr më shumë vota, sa më keq të jetë qytetari. Përqasja është e thjeshtë. Është gjeneza ku lind problemi, dita e zgjedhjeve. Nëse qeveritë të tjera dinë që atë ditë janë ose të sigurta apo jo në varësi se si kanë qeverisur, qeveria jonë e di që atë ditë i kontrollon zgjedhjet nëpërmjet gjitha instrumenteve që kemi folur, që mos i ritheksojmë pasi çdo qytetar tashmë e di se çfarë ndodh ditën e zgjedhjeve. Dhe patjetër që ka dhe një arsye tjetër, është degradimi i qeverisë. Që do të thotë qeveria ka arritur në pikën ku përveç se shereve mes klaneve brenda që për të kapur më shumë pjesë të tortës, qytetarët nuk ekzistojnë më. Ata po mendojnë të shtojnë taksa të reja me karburantin. Domethënë, të gjitha qeverit po heqin taksa, ne sot mendojmë të rrisim taksa. Ne shtojmë taksa, ne kemi produkte që na taksohen disa herë, kemi shërbime që na taksohen disa herë, dhe janë para të gjitha që shkojnë në buxhet shtetit që më pas që pjesa dërmuese e tyre të shkojnë në xhepat e pushtetarëve. Dhe kjo gjë duhet marr fund për qindra arsye. Unë nuk e kuptoj sot sa mundësi kanë qytetarët të bëjnë një pazar dhe imagjino pse të kenë një problem të themi me spitalet. Të kenë një problem me një operacion që duhet të ndërmarrin. Pa përfshi faktin e një shkollimi të mirë cilësor që sot kushton shumë në Shqipëri. Sepse shkollimi publik për afat të keq nuk shërben më. Dhe shkollimi privat kushton shumë. Kështu që sot qytetarët duhet i mendojnë mirë situatën ku ndodhen dhe ambientin në cilën kanë vendosur të jetojnë, kanë vendosur të rrisin fëmijët e tyre, kështu që çdo ditë më shumë bëhet edhe më vështirë. Është e domosdoshme reagimi, është e domosdoshme të themi përqafimi i protestës si institucion. Dhe ajo që ka dashur Partia Demokratike të bëjë është pikërisht është ta ringrej institucionin e protestës. Dhe shoqëria duhet të reagojë. Edhe vetme, por edhe me opozitën e bashkuar. Ky është thelbësore për një shoqëri që ka vendosur të jetë demokratike, ka vendosur të jetë pjesë e Bashkimit Evropian dhe ka vendosur të jetojë në demokraci, ka vendosur të rrisë fëmijët në një vend që quhet Shqipëria. Tek qytetarët mbetemi tani, flasim pak edhe për qytetin, se vitin tjetër ka zgjedhje vendore e Tirana dhe gjithë qytetet e tjera. Ne kemi qytetarë që ankohen në mënyrë të vazhdueshme për mënyrën se si